Arber Hoxha ishte njeriu i ndeshjes dje. Dinamo e Zagrebit barazoi 1-1 ndaj Hajdukut të Splitit dhe për këtë u nevojite ndihma e Hoxhës që shënoi në kohën shtesë. Sulmuesi kombëtares është ylli i kampionatit kroat për këtë edicion. Dje ka postuar një mesazh pas barazimit që u duk si fitore për ekipin e tij. Faleminderit për të gjithë suportin tuaj në derbin e sotëm, ishte mesazhi i sulmuesit të kombëtares. Hoxha është edhe lojtari i muajit që nga shtatori te Dinamo e Zagrebit. Forma fantastike dhe golat e rëndësishëm kanë ndikuar që të ketë rol të rëndësishëm. Ansori po kalon edicionin më të mirë në Kroaci dhe Dinamo e Zagrebit kryeson renditjen e kampionatit. Arber Hoxha sërish ka qenë heroi i Dinamos së Zagrebit. Këtë herë ai shënoi në derbin kroat ndaj Hajdukut të Splitit. Dinamo ishte duke posuar humbje me rezultatin 1-0 nga Hajduku deri në kohën shtesë, kur pastaj doli në skenë heroi i vendasve, Arber Hoxha. Me një gol në minutën e 112, Hoxha maniti të gjithë duke u gjendur në vendin e duhur për të dërguar topin në portën e zbrazur. Goditja e Kulenovic u ndalua nga portieri i Silic dhe nga topi i kthyer përfitoi ylli shqiptar që ishte i pagabueshëm nga afër. Fal këtij goli të Hoxhës, Dinamo Zagrebit vazhdon si lider në Superligën e Kroacisë me 32 pikë, një mbi Hajdukun e Splitit. Ndryshe, ky ishte goli i 6 për ishullin e Ballkanit në ligë.